Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të martët të datës 13 janar 2026, ora 7 fiks, nisim emisionin ora juaj dhe për ditën e sotme do të çndrojmë si për herë në këto 2 orë të para të mëngjesit nga hëna në të premte në fakt, prej orës 7 deri në orën 9, edhe për sot do të jemi bashkë fillimisht duke ju përcjellë lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit përmes oranews.tv dhe do të kthehemi pas pak minutash në pjesën e komunikimit të drejtë për drejtë. Ju mos u largoni, kthehemi shpejt për të folur me ju me zhvillimin nga vendi. oranews.tv, 4 azile private shtrin të moshuarin përfundon në karrocë. Dënohet grupi shqiptar në Itali mes tyre edhe Elvis Demçe. Dosjet e nxehta në SPAK. Lala Akshi mund të shkërmoq. Mjerim ekstrem në Elbasan, shteti lë në mëshirë të fatit 2 të moshuarit dhe djalin e smur. U akuzua se praktisi 3 fëmijë nënda nga Durrësi, shtëpia ishte në atë gjendje nga përmbytjet. Përmbytjet në Gjirokastër, qytetarët poroi nuk është pastruar kurrë. Përmbyset makina në Kavaj, përplasen 2 automjete brenda në qytet, transportohet drejtuesi i mjetit në spital. Përfshihet një banes nga zjarri në Gjirokastër, transportohet drejt spitalit e moshuara e asfiksuar nga tymi. Bura dhe drini fryhen, përmbytje në Obot, 500 hektar tokë përfundojnë në ujë. E rënë në Lezhë vëllai dhe nipi ish deputetit Partisë Socialiste mojnë për spital 2 kushërinj, konfliktin nisi për Fier Semani çan argjinaturën në ndërnënas 10 hektar tokë të përmbytura. Shkërmbohet makina në aksin Milot Mamura, shkak dyshohet një shkëndijë elektrike. Si të shpenzosh 10 milion euro me çokoladata, rasti i Akshit. A do flas Shullazi për vrasjen e Kilvan Dodanit? Gazetar, ja kush është strategjia e tij. Korrupsion dhe pastrim parash, shtyje seanca në GKK për Metën dhe Kryemadhin. Seanca në GKK, fati Venet Becit do t'jetë në duart e gjyqtares. Praktisja e të miturve në Durrës, shërbimi social do t'i sigurojë banesë 3 fëmijëve, ndërsa nënës do t'i jepet punë dhe në Obot me varka fshati si ishull pas përmbytjeve. Durrësi po evidenton dëmet, Vjosa po qetësohet, por Semani vijon krijoi probleme në Fier. Mendohet ta ketë marrë rrjedha e Projit para 2 ditësh, vijojnë kërkimet për 30 vjeçarin Jurgen Karaj. Daullasi në ujë, Baçi publikon pamjet nga përmbytjet në Fier, rreth 50 krerë rrezikojnë të mbyten, mungesë ndërhyrje. Seman dhe Shkumbin në alarm. Begolli, Tanasaj dhe Muriz Kozar, zonat më të prekura nga përmbytjet në Lushnjë. Një parashikimin e motit për sot dhe nesër. Boras Balkuksi nën kryetari Domi, ja dolëm për t'i kthyer rrugët e aksesueshme. Hoxha, SBA kanë hyrë vetë në lojë, duan të bëjnë pastrim të krimit në Shqipëri. Situata me përmbytjet, Ministria e Mbrojtjes, 550 hektar tokë në Shkodër të përmbytura, uji në fshatin Obot arrin në 120 cm në rrugë. Foto dhe video, sulmi kibernetik ndaj prokurorisë posaçme, ish kreu i Bugjeva Gim Ismaili, rikthehet në SPAK.
Lagosja e Babebir në Greqi. Kush është pronari fantazm i lokalit ku ndodhi ngjarja përgjimet në Sky ICC. Detajet e procesit. Urdhëroi vrasjen e pinguinit. Frank Çopja nuk u arrestua në Dubai, por në një emirat tjetër. Mashtrim në Viber, sipërmarrësi nga Shkodra, viktime një falsifikimi, humb 40.000 euro. Durrës uji përmbytjeve kthehet në pista akulli në Obore, tonelata me mobilje hidhen në kosha, aksi rrugor Librasht Peshkopi i hapur për automjetet, kalimi vetëm me zinxhir. Fshatrat Bishan dhe Fitore. Në Nuj, qytetari, shteti po tallet me ne, mungojnë komisionet e vlerësimit. Seanca në GKK Maltezi proteston me fotot pronës së lënë për gjimnaz, ja falën. Banorët e fshatrave në Dimal ngrihen në protest, u përmbytën 4 herë brenda një muaji. Shkaku u ndërtuar nga Salillari dhe ishte në arrest shtëpie, por tentoi të largohej nga Shqipëria, arrestohet në kufi 45 vjeçari. Dalin datat e provimeve natura shtetërore 2026, ku mbaro rregullat e qarta dhe garë e drejtë. Atentati me një viktimë Ramazan Raja në Gjyq, Marian Doj, në Vullnet Muçën, Aleksandër Lahon, i kam parë vetëm në televizor. Ngjarjet e fëmijëve në Durrës, shërbimi social vendos fatin e tyre. Aksident tragjik në Tiranë, humb jetën këmbësori. Policia i fik dritat shtëpisë së barit në Sarand, prangoset 30 vjeçari, aratiset shoku i tij. Drejtësia nuk matet me shpejtësi, sa dushi koherenca është siguri juridike. Makinacionet, akuzat e pabazat e Novelien e drejtorisë së burgjeve, i burgosuri u lajmërua, por nuk ka pranuar të dalë nga qelia. AMP i vë prangat policit, ishte i dehur në timon dhe shkaktoi aksident. Shkodër ndalohet 24 vjeçari ja veprat penale për të cilat akuzohet. Mbushen liqenet ja situata e shkarkimeve të ujrave në kaskadën e Drinit. Situata hidrologjike në Shkodër. Ujë në kuotat kritike pa rrezik për përmbytje. Lidhjet e Elban Albules me krimin dhe politikën nga Instagrami i Boçit e bizneset e Abules mbirnë si u hoq skema 50 milion eurosh nga sekuestër. Dibër, Rëshitja dhe Bora bllokojnë rrugët. Rruga Aras Lure bllokuar këtë Bora, qytetarët rrezikojnë jetën, thirrje urgjente për arrëshën dhe emergjencat. Ikën shiu mbeten ngricat, Gjoni, nga si do jetë modi këtij javë, rritja e temperaturave do të nisë. Situatë e vështirë në qarkun Korç, Rëshitja Dherash, bllokime rrugore dhe shërbime emergjente në terren. Pamje prallore nga kolonja, Dëbora ka zbardhur vend. Çfarë zhvillimet nga politika? Saliani PD duhet të hapet dhe të rinovohet, i turet kujdo që mendon ndryshe. Protestat kundër qeverisë, aktori Mehdi Malkaj, shqiptarët kanë frikë, luhet buka e gojës. Bushati Smart City, rrezik për sigurinë dhe privatësinë e qytetarëve. Një opozitë që se kupton ku është në raport me popullin, Hamataj edhe qeveria dhe pakica politike janë larguar nga qytetarët.
Deklarata e Ramës për Kinën, malësia, çudi për gazetarët, opozita interpretoi si shantazh. Lapa njofton protestën e radhës te kryeministria, thirrje për qytetarët. Po simulojnë aktivizëm gjyli, opozita nuk duket se synon realisht pushtetin. Jo çdo politikan është shtetar. Sefa, shteti së drejtës kërkon politikan me integritet. Po do denoncon emërim të mundshëm në policinë e Tiranës. Noka, Agasi kërkon të vendosë njeriu e tij. Opozita përgatit protestën e 24 janarit. Bosdo fronti i përbashkët për të rrëzuar qeverinë. I plot Erion Velievi Burgun, kushtetuesja zbardh vendimin që mbajti kryebashkia. Edi Rama pritet në Emiratet e Bashkuara Arabe, bashkëpunimi strategjik për energjetikën, investimet dhe zhvillimet e qëndrueshme. Barazia gjinore KSZ miraton fletën tip për mbledhjen e nënshkrimeve për referendum. Mbrojtja për Partizanin, avokatët e Berishës kërkojnë kryeministrin Rama mes dëshmitarëve. Berisha nga sheshi te kryeministria. Ky është viti i përmbytjes së diktaturave. Edi Rama do ketë fatin që meriton. Imuniteti zëvendës kryeministres në 28 janar. Peleshi thret Këshillin e Mandateve, PD kallëzim në SPAK për bllokim. Jola Hysaj, kur gjykojmë nënat, po dështojmë si shoqëri. Van Horn përgëzon Papa Jorgjin, gjykata kushtetuese, rol kyç për garantimin e drejtësisë për shqiptarët. Riga kryemadhin i GKK shkëmben batuta dhe i përshëndet me 2 gishta gazetarët. Gjavzotaj Durrës, Xhixho, parku inovativ që ekziston vetëm në 3D. Berisha, ky është viti i përmbysjes së diktaturave, PD mbështet opozitën iraniane në betejën e saj. Koreshi publikon video në zjarrfiksja e Lushnjës shpërndan ujë për banorët. Dokumenti PD pa ditë Peleshin për shpërdorim të tyre, bllokoi mbledhjen e Këshillit për rastin Balluk. PD ankimon kushtetuese zgjedhjen e Endri Shabanit si avokat i popullit. Përmbytjet në Kuçov, Bosdo të shpallet gjendje jashtëzakonshme. Gjyqi për dosjen Partizanin në GKK, avokati e Berishës sfidon akuzat e prokurorisë. Video, Tabaku kërkon auditim të plot të korporatës së investimeve, një kuti e zezë pa transparencë dhe llogaridhënie. Belin Kılliçi paraqitet në SPAK. Në dosjet Kapic, Konzato, ngarkesa e lartë me çështjet e gjyqtarëve dhe prokurorëve ndikon drejt për drejt në cilësinë e vendimarrjes. Saljani në takim me demokratët në Korçë, PD është fuqi e jashtëzakonshme, ka frymëzimin për të sjellë ndryshimin. Kreu i Partisë Demokratike në mbështetje të opozitës iraniane, Berisha, revolucioni iranian drejt fitores, diktatura Ajetullahëve në grahmat e fundit. Blushi denoncon parajsën fiskale. Xhavzotaj, Durana tek park është një mashtrim, këtu ka vetëm livad, SPAK të hetoj. Berisha, Ramaduro sot sulmoi drejtësinë dhe mbrojtjen e tij. Ilir Meta nga Burgu, Arben Ahmeta, një luftëtar për të ardhmen e Shqipërisë. Jo me zhvillimet nga rajoni, sulmet në Bajnsk dhe Ibër Lepend, Osmani në vizitë zyrtare me kreun e NATO-s, adreson rreziqet nga Serbia dhe sulmet ndaj Kforit. Zbulohet skandali, Shqipëria trafikon ilegalisht qenë ndacak në Maqedoninë e Veriut. BE njoftoi heqjen e sanksioneve, çfarë do të thotë kjo për Kosovën?
Shqiptarët fitojnë përsëri në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Vlen dhe AKI triumfojnë në komunat shqiptare për zgjedhjet lokale. Osmani, Kosova më e fortë, presidentja Vučić të kërkoi falje viktimave të luftës në Kosovë. Lidhjet e grupeve kriminale nga Ballkani me Venezuelën, midis mosmarrveshjeve dhe bashkëpunimit, raportet e komunave në veri dhe qeverisë së re. Kosova vijon të jetë rrezikuar nga sulmet terroriste serbe. Plas në lidhjen demokratike Kosovës, pas humbjes, Veliu të dorëhiqen Abdi Xhiku, mercenarët deri në aeroportin e Vlorës po u lërase. U përpoqën të transportonin kanabis në Itali, arrestohen 3 gra amerikane. Rritja në shifra, ulje në jetën reale, ekonomia e Kosovës në dekadën e fundit. Përmbytet projekti milionësh në Malishem, ndërsa mungon pranimi teknik. Kosovë, skema e rrezikshme, si një grua humbi mijëra euro nga llogaria e saj bankare. Pamje, era e fortë, ndërreshje të dendura, stuhia godet Greqinë, dëme të shumta në disa zona. Mas paraburgimi për 4 të dyshuar në Byron Kosovare të Sigurimeve, Deutsche Welle, kush është përgjegjës për krizën e besimit, bie ndjeshëm mbështetja e serbëve për antarësim në Bashkimin Evropian. Të zhdukurit e luftës, Kosovë gjenden mbetje mortore të një personi në Gjakov. Për mbytyjen në Kosovë kërkohet bashkëpunim më i fortë mes qeverisë dhe komunave. Horror në Kret, 2 motra me aftësi të kufizuara dyshohet se janë abuzuar nga babai i tyre. Gjykata kushtetuese në Kosovë shfuqizon 13 ligje përfshirë atë për Byron për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Me fitore dhe diskutime zgjedhjesh, Arifi, suksesi i vetëvendosjes, vjen pas 5 vitesh qeverisje ka arritur të ndërtojë një kaos politike. Prasja e policisë në Kosovë ngrihet aktakuzë ndaj 6 personave. Marrëveshja Danimark-Kosovë për të burgosurit, transferimet e para në vitin 2027, në Greqi zbuten fermerët protesta drejt heqjes bllokimeve përpara takimit me Mitsotakis. Pas zgjedhjeve nis betejë politike për postin e presidentit Kosovës. Koqinaj, situata nga përmbytjet në disa zona po qetësohet, strukturat e emergjencës janë në terren. Vim lajmi nga bota. Ishin nisur për të marrë naftë nga Venezuela, kthehen bosh në Pekin 2 anijet cistern të Kinës. Njëzet e 4 persona helmohen gjatë një feste në Itali, mes tyre 17 fëmijë. Suedia sekuestron mbi 3 ton kokain, konfiskimi më i madh ndonjëherë në vend. Grenlanda i thot jo presidentit amerikan, nuk e pranojnë pushtimin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Khamenei paralajmëron politikanët amerikanë i jepin një fund mashtrimit. Presidentja e Meksikës në bisedë telefonike me Trump, luftë kundër trafikut të drogës. Petro, të rikrijojmë Kolumbinë e Madhe sipas modelit të Bashkimit Evropian. Video 10 ton kokain kapet në det të hapur, autoritetet spanjolle ndalojnë anijen
dhe arrestojnë 13 persona. Komisioneri i Bashkimit Evropian marrja e Groenlandës nga ushtria amerikane do të ishte fundi i NATO-s. Irani hap kanale komunikimi me një të dërguar amerikan. Departamenti Amerikan i Shtetit revokon mbi 100.000 viza. Trump arsyeja lidhje e personave me aktivitete kriminale do t'i deportojnë. Gjermani stuhia e akullit mbyll shkollat, anullon fluturimet e paralizon hekurudhat. Meta mbyll 540.000 llogari pas ndalimit të medjeve sociale në Australi. Antarktid, të vegjëlit e pinguinit perandor përballen me një fazë vendimtare të rritjes. Çmontohet banda e skifterave shqiptar në jug të Spanjës, vodhën 80.000 euro nga banesa luksoze. Rreth 35.000 familje pa energji elektrike pas sulmeve ruse në Odesa. Irani zotohet për hakmarrje pas vrasjes së forcave të sigurisë në protesta. Indi merz shpresoi që Shtetet e Bashkuara do të marrin pjesë në një pranim më të fortë të NATO-s në Groenland. SBA dhe Groenlanda ekspertit Çika, ky territor ka qenë prioriteti i politikës së jashtme amerikane. Kryetari i Asamblesë së Francës kërkon dalje nga NATO. Super të pasurit ndotësit kryesor Oxfam të varfrit vuajnë pasojat e krizave që nuk i shkaktojnë. Vala arktike mbërrin në Poloni lumi Vistula ngrim pasi temperaturat zbresin në -15 gradë Celsius. Norvegjia krah Ukrainës jep 400 milionë euro ndihmë për energjinë dhe infrastrukturën ukrainase. Rritja e shpenzimeve të mbrojtjes kreu i NATO-s në mbështetje të Trump, ai po bën gjërat e duhura. Mjeku që shërben në rënoja, Dr. Ahmed Muhalla, kthehet në Gaza pas 665 ditësh nga burgu në Izrael. Sekretari i përgjithshëm i NATO zhvillon vizitë zyrtare në Kroaci. Hetim kreu të Reservës Federale, prokurorët federal nisin hetim penal ndaj Jerome Powell. Britania rakete për Ukrainën Nightfall do të ndihmojnë në luftën kundër Rusisë. Dhe në fund lajme nga sporti. Islam Dadaev fiton medalje argjendi në Turqi. Ledi Tasi rikthehet te Teuta, klubi ka nisur përgatitjet për ndeshjen ndaj Dinamos. Gara për këpucën e ardhë në superiore Bekim Bala e kryeson me 10 gola. Fotot Conte doli me të kuq, por prezantuesja mori të gjithë vëmendjen e ndeshjes Inter Napoli. Zyrtarët Superkupat rondit Madridin, Reali shkarkon Xabi Alonso. Ardiol Jashari prek një tjetër sukses, shpallë lojtari më i mirë në Belgjik. Zhduke legionarët në Serie A, dëmtohet sëriq Pshiti, Zverde dhe Ramadani. Foto dhe video një fushë e re po me reformë në Durrës, FSHF nisë së shpejti shtrimin e tapetit sintetik. Incidenti pasakon në West Ham Chelsea, një vath bllokon lojën. Federata e volejbollit ceremoni gala për 80 vjetorin e femeninit. Kupa e Shqipërisë hidhet shorti për fazën çerek finale. Ska fitues mes pretendentëve Interi dhe Napoli ndaj bikët në San Siro. Shtanga jo, instruktoria e palestrës, tregon disa nga ushtrimet që duhen bërë për të trajtuar skoliozën. Febroziu më mirë lojtarë të jenë këtu se sa në ndonjë ekip jashtë Shqipërisë dhe jo aktiv në lojë. United pëson tjetër disfat të rënd, eliminohet nga Brighton në FA Cup. Bayern i pamëshirshëm tërmet 8 ballësh ndaj Wolfsburgut.
Barcelona fiton Superkupën e Spanjës. Braja Gruda i shënon Manchester United në FA Cup. Milani shpëton sërish nga humbja, këtë herë ndaj Fiorentinës, u dëmtuan mbrëmjen së shtunës, Gjimshiti pritet mungoj për disa javë. Vedat Muriqi nuk ndalet me gola në La Liga, vetëm Mbappé ka shënuar më shumë. Intervista Tomas Trakosha për median Helene, respektoj Greqin, por jam shqiptar nga Imara. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit që i gjeni më me detaje në oranews.tv. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak në komunikim me ju. Kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit dhe të parën e komunikimit të drejt për drejt me ju në 7:30 jemi si zakonisht në 068 99 00008 068 60 54 639 për të bërë pjesë dhe ma bashkuar në komunikimet tuaja të drejt për drejta. Mirëmëngjes, e para telefonat për sot. Alo. Ditë mbar. Faleminderit shumë dashur. Dua flas çik për këto shtesat që janë bërë tash për sesionet. Më thuaj. Bashorti im merr 270.000 lekë dhe 32.000 lekë që kanë çuar atë ndihmë sociale nga bashkia që kanë çuar te sesionet. Dhe nuk e përfitoi këtë shtesën. Arsye? Faktikisht jo. Faktikisht këtë para 4 vjetë që ka dalë sesion ai, në 2016 ka dalë në kemp se ka bërë gripa influenza. Dhe ka mbajtur kempin. Dhe këtë shtesën tash që u bën nuk e mori. Sa i shkon kempi gjithsej? Po 270 ajo dhe 32.000 lekë. Nëse kalon 300.000 lekë e gjithë pagesa nuk e përfiton e nderuar. Nuk e përfiton. Po kjo bashkisë është ndjesë ndihmë sociale apo futet. E di, po janë të dyja bashkë ato. Janë të dyja bashkë. Po. Faleminderit. Faleminderit e juve. Miru pa. Miru dëgjofshi, faleminderit shumë për telefonatën. Alo. Këpë tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Todi. Mirëmëngjes. Një vit të mbar. Faleminderit shumë. Për ty dhe familjen tënde. Faleminderit vërtet. Jam një zonë që intereson gjithmonë për dosjet e vonuara të ish përndjekur politik. Po. I kam çuar deri në 2011 në dokumentet e Ministrisë së Drejtësisë, dhe s'ka marrë asnjë lloj përgjigje. Ata e dajnë në diçka të mirë. Ja tani të pyesim në janar kur të filloj. Zakonisht janë gjatë muajit janar, sikur ka, po themi kështu. Në një lëvizje po të shohim. Pritet diçka? Zakonisht është bërë në janar, por të shohim tani. Më kupton, nuk është se thënë diçka deri në këtë moment kështu publike, por të shohim. Nuk është diçka domethënë që dihet. Jo, diçka konkrete jo. Jo, për fat keq jo e nderuar, nuk ka diçka konkrete. Faleminderit, ditë të mbar. Momentin e parë që do ketë do t'ja përcjellim me shumë kënaqësi. Faleminderit juve. Për telefonatën. Miru dëgjofshim. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Klodi, se u prit mirë. Si jeni juve? Edhe mbarë edhe këtë vit. Edhe për juve. Tani jam një opo nga Fieri, kam marrë pa një 10 ditë para vitit të ri për një problem tek hipoteka e Fierit. Se më kishin dalë ato pasuritë edhe nuk më janë kthyer, kanë gati 2 vjet e gjysmë, nuk janë firmosur. Ti më them me dërgoj me foto, me tëra, në WhatsApp edhe ti dërgova. Ku mi ke nisur i nderuar? Po ti kam nisur. Ku mi ke nisur se unë s'të mbaj mend nga zëri, se flasim çdo ditë bashkë apo jo? Me 960 në fund, Aleksandr Peto. Është e pamundur Aleksandr ti mbaj mend gjithve nga zëri. Po, me 960. Ka një 12 ditë para vitit të ri, diçka e tillë. Me 960 në fund telefoni? Po. E më themi nis me foto dhe unë ti nis ato që i kisha kështu. Po vetëm se s'më kanë kaluar në sistem. Nuk kanë hedhur. Po unë se kam, ma jep të ploto, Aleksandr. 06? Se di pse s'më del. 069 566 3960. Moment. Një sekund.
shiko, Aleksandër. Edhe një herë se unë Unë dha. Po. se kur të kam pyetur çfarë nuk të kanë dalë në datën 18, më ke thënë kjo e fundi s'ka dalë çfarë do të thonë kjo e fundi s'ka dalë? Shiko, kam problemet e këto të shtëpive. Sepse certifikata ti kanë më dalë në hipotetë. Po pra, më ke sjell certifikat pronësie. Si? Certifikatën e ke të pronësisë. Po jo, Ma ke sjell vetë. Po? Ma ke sjell vetë, Aleksandër. Po, e di që i kam sjell, po unë nuk i kam marrë në dorë. Kanë dalë, mi ka dhënë një shoku im që punon dhe atje, edhe si përfundim ato nuk u hodhën sistem dhe ngellën nuk i kam marrë sot 3 vjetë. Po, si nuk i ke marrë, më? Po si ka marrë, vetëm ai shoku më jodhe në telefon, më tha kështu. Po i ke në Albania, s'ka nevojë ti kesh fizikisht. Po, i kam një Albania, po s'më dali më, s'më kanë ardhur. Po jo, ma Aleksandër, si të dali. Ti e ke të rregull këtë. Po të rregull jo, pa më sa më nuk ka kaluar sistem, do të hidhen në sistem, ku diun ka një afat mbas sa ditë si dalin hidhen në sistem. Kjo është e rregull i nderuar. Unë bëjnë kërkesa, bëjnë të hi Albania, bëjnë AV0 që thonë këta dhe hitë fara... S'ka të bësh AV0, nuk e di kush të thotë prapë, ti e ke certifikat në rregull, ja ku është. Po këta këtu më thonë e burë, këtu tek ajo qendra administrative më thonë bëjnë AV0, bëjnë kërkesa këtë. Ne faktikisht jemi 1-2, Aleksandër dhe nga trojë në të jemë... Aleksandër, për mua kjo është në rregull. Prandaj dhe të kam pyetur në datën 18 dhe të kam thënë, "Ore, çfarë s'të ka dalë se ti e ke në rregull?" E mbalë që të kam pyetur. Po, më pyete, po dhe unë tash llogarit që për deri sa unë si kam marrë, ata më thonë që jo, po ty të duelen, po nuk kanë hedhur sistem, çfarë sistemi dashka se marr vesh. Po lëre po se janë kështu, janë makinacione kështu këto, po lëri mos u shqetësot ajo pjesë. Kam vajtur dhe atje kam pas takim në një drejtore. Do flasim pas emisionit, po ti e ke të rregull të ka dalë. Se di të flasim një herë. Mirë, faleminderit. Mirë, Aleksandër. Unë për mua është në rregull si certifikat, sepse ajo është me gjitha të dhënat e sakta, nuk është se ka ndonjë problem. Po është, po nuk e di për çfarë thonë që nuk është edhe në sistem që unë ta marr. Pa jo nga sistemi është bërë si foto, si nuk është. Po ku di unë, se di është këtë, se di. Faleminderit. Okej, faleminderit dhe juve për telefonatën. Faleminderit. Të lutem. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Pa ke në rregull, mos u shqetëso. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes zoj. Ju flas nga Saranda. Po, përshëndetje. Shkolla 9 tetori nuk ka asnjë lloj ngroje, kalamet po vdesin ftohti. Po pse? Shkolla 9 tetori nuk ka. Gjova, po pse po them? Ku gjë nuk e dim ne. Domethënë ka dhe nuk vendosen në funksion apo s'ka fare? S'ka fare. Ashtu ë? Kështu na thon fëmijët tani nuk ka fare ngroje. Në klasë pas të lloj ngroje. Po më përpara me çfarë janë ngrohur fëmijët atje? Po nuk e di unë tani kam fëmijë të shkollës. Zoja, keni shkuar ndonjëherë te shkolla e fëmijëve se ku mësojnë apo s'keni shkuar? Nuk e di tani, është fillimi që kam dëgjuar fëmijët të shkolla nëntetore, se nuk kam patur fëmijë të shkolla nëntetore. Është klas parë. Po. Okej, edhe unë mos ketë. Si është shkolla 9? Shumë ftohtë. 9 nëntori apo 9 tetori? 9 tetori. Në? Saran. Në Saran. Po. Edhe mundet tjetër. Për cilin, faleminderit zoj. Faleminderit juve. Ditë mbarë për juve, faleminderit shumë për telefonatën, presim tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Lori. Urdhëroni. Kam gruan, i kam bërë edhe për pension. Aha. Me 3 muaj shkurt, muaj 62 vjeçë. Sa muaj bi para për të marrë pension, i kam bërë edhe s'kam dalë në. Në këtë shkurt mbush 62 vjeçë? Po, me 3 muaj shkurt. Po tani del pension. 62 po më para. Ditë 3-4 muaj. Jo, 62? 62 fix? Po. Në dhjetor fare, është në shkurtit zonja. Shkurtit. 61 10 muaj, në dhjetori i takon ajo. Po, duhet të aplikoj se dhjetori ka kaluar viti. Kam aplikuar, po s'ka dalë atë. Okej, tjetër gjë pastaj. Në rregull, mos u shqetëso se të del ajo. To përfitimet e merr kjo? Kur e ka plotësuar? Kur nda 13, po i merr. I merr I merr sepse po i merr. Faleminderit juve. Ditë të mbar. Faleminderit për telefonatën. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. E pensionistë kam dalë pension në 20 nëntor. Uleni zonin televizorit e dashur, ju lutem. Ula, se nuk është ulur.
Ule. Po flet me mua, unë e di se fliste me mua. Me ty po flaso shpirt, po ule zërin televizorit se nuk e njeh veten kështu. Ja, po dëgjoje një. Më fal. Përshëndetje një herë. Përshëndetje edhe një herë. Jam një pensioniste, kam dalë në 10 nëntor, në pension. Po. Dhe i kam hedhur parat në bankë. Dhe tani vajta që pyet atje dhe kjo shtesa nuk janë hedhur akoma në bankë. Unë kam 37 vjet e 4 muaj. E 3 muaj, më fal, e 3 muaj. Po. Dhe pensionin ka zënë 218. Po. Sa më rritet? 8.000 lekë të vjetra. Tani me këtë shtesën që ka bërë ky i famshmi. 8.000 lekë të vjetra. Sa? 8.000 lekë të vjetra. 8.000? Mhm. Se kanë vitet e plota? Po, çdo më thon vite plota, nuk është me vite të plota, është me pension të plot, jo vite të plota. Po, unë kam 37 vjet e 3 muaj. Po pensioni plot nuk është 218. Ju i takon 8.000 lekë zonjë. Faleminderit. Të Kam lutem. edhe një pyetje Po patjetër tjetër. me kënaqësi më thuaj. Kam bashkëshortin, e ka hedhur dokumentat për rishërtim pensioni. Mhm. Ka 2 muaj si kanë kthyer asin përgjigje, apo Si- vënien e kontrollon e nuk ka kthyer asin përgjigje. Nuk ka problem fare, thjesht mund të jetë çështje procedure, por këto ditë besoj se vjen si sqarim. Në çdo rast vjen. Mund të vonoj pak, por vjen dhe reflektimin e ka nga momenti kur ke bërë aplikimin. Faleminderit, miru pafshim, punë të mbarë. Juve faleminderit, ditë bukur, shkojmë me tjetër. Telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëroni. Desha me të bëj një pyetje, Bëje. se po vit mi afër pensionit, edhe na disponojnë të gjitha ato vitet e punës, por viti 90 edhe deri 94 disponon si datë, po pa përdoro. Aj. Ku ke punuar? Unë punoj në fushën e mjekësisë. Jo tani, jo, ku ke punuar në ato vite, që s'të llogaritet. Edhe ato edhe para, po në mjekësi ishe, kam qenë një sektor. E kuptova. Shiko, është pak problema jo. Çfarë kanë thënë të sigurimet në rast se je interesuar apo s'ken? Po jo, jam interesuar tek Benja, edhe mi ka pru kështu si datë fillimi punës gjithë. Jo, po them sigurimet e kanë dhënë një interpretim për këtë gjë? Me thënë të drejtë nuk jemi interesu, po. E kuptova. Juve keni ndonjë dokument që vërteton se ke punuar deri të paktën 94? Po, unë aty në atë dikaster kam punu deri në vitin 2002. E pyetja ishte tjetër. Pra edhe këto ndalin pa përdoro. Këto vite. Po pra ti ke ndonjë dokument tëndin që vërteton që deri në 2000 Po librezën e punës. Po, e ke atë. Po, librezën janë shkruajt me ato, edhe atje ke i Albania del kështu si data e punës që kam filluar, po janë pa përdoro tho. Këto vite. E kuptova. Shiko, çfarë moshe keni ju? Ju janë 63 vite. Sido që të shkoj, përgjigjen përfundimtare ju do ta merrni nga në moshën 65 vjeç nga sigurime shoqërore, sepse ndoshta deri atëherë mund të njihet edhe libreza si dokument pavarësisht se nuk janë në bordero. Aktualisht është pak problem kjo, por nuk mund ta japim si përgjigje sot, teksa ju doni edhe 2 vite për të dalë pension, minimumi 2. Ose rreth 2. Po, rreth 2 vite. Kështu që deri atëherë gjërat mund të ndryshojnë dhe ndoshta libreza apo dokumenti që ti ke dhe që vërteton periudhën që ke punuar, e cila nuk është reflektuar në borderot e asaj kohe, njihet për efekt nga ana e institutit të sigurimeve. Por deri atëherë nuk mund ta japim përgjigje të saktë as ne as ata. Po. Faleminderit. Të lutem, faleminderit dhe juve për telefonatën. Presim, jo, para se të shkojmë tjetër, sepse harruam për pak. Në flasim për pensionet private, të cilat janë, besoj unë, aktualisht, por edhe në vitet e ardhshme do të jenë shtylla kryesore, le themi kështu, e mbështetjes për të gjithë. Jo vetëm për qytetarët, të cilët mund ta bëjnë vullnetarisht diçka të tillë, por edhe për kompanitë dhe bizneset. Sepse ka shumë përfitime. Para njëherë, nëse edhe një kompani apo biznes i çon një pjesë të sigurimit shoqëror tek fondi Sigal, në rastin konkret për pensione private, ka përfitimet e saj, ashtu si kundër edhe vetë punojësi. Por gjithsesi kjo ka nevojë për disa ndërhyrje ligjore që besoj do të bëhen së shpejti dhe thjesht për gjithë ata të cilët kanë
një depozit caktuar ose në fund të muajit i tepron qoftë 20, 30 apo 50 euro, mos e mbani aty kot për ta prishur për blerë ndonjë bluzë apo për blerë ndonjë palë atlete nga këto të famshme, të bukurat me lajle lule gjitha me radhë, sepse pas pak muajsh ato do të konsumohen dhe ju do të detyrojnë që akoma të blini të tjera. Ndaj është me vlerë që të investoni paratë tuaja, të jepni vlerë atyre dhe ta shumëfishoni një shumë të caktuar që keni. Me kthimet vjetore prej 4.6% çdo vit në Sigal Invest, ju vërtet jo vetëm kurseni, por mbi ato kursime fitoni shumë herë më tepër. Që do të thotë, nëse për 20 vitet e ardhshme ju arrini që të kurseni 100 euro çdo muaj, në fund krahas këtyre kursimeve do të përfitoni 2 fishin e vlerës që aktualisht keni kursyer. Pra ju e bëni këtë gjë njësoj sikur të ishit duke punuar, ndërkohë që vazhdoni punët e tjera dhe thjesht aty në llogarinë tuaj bankare depozitoni para hajsa ju keni mundësi dhe shikoni që të nesërme ato janë bërë me disa zero nga pas. Kështu që mbështeteni edhe ju veten tuaj tek pensioni privat, ku ka më mirë se sa në fondin Sigal që 2025-ën e mbylli si kompania lider në menaxhimin e fondeve si të bizneseve, kompanive apo edhe individëve dhe qindra njerëz aktualisht dhe sot që flasim marrin pension në Sigal, i cili është 2-3 fish më i lartë se sa pensioni shtetëror. Me gjitha ato përfitimet e tjera dhe mbi gjitha është i trashëgueshëm, nuk humbet, është i pastër si fond, pra nuk kalon asnjë cent për llogaritë të tretëve apo dhe palëve të tjera, nuk paguani taksa dhe tatime, përjashtoni totalisht ndryshe nga sa ndodh në kontribute që ju keni aktualisht në sigurime shoqërore ato në shtet. Kështu që mendojeni mirë sepse është vërtet ideale me pak kursim ju përfitoni dhe jepni vlerë paras tuaj. Ku ka më mirë se sa ti bëni vetes një dhuratë. Imagjinoni në krahasimi gjithmonë e bëjmë me një kafe në ditë. Pra nëse ke konsumuar 1-2 lëratë të tredën se nuk do vdesësh. Pra një kafe në ditë, 1000 lekë. Ditë me vetëm kaq pak ti siguron të ardhmen tënde dhe kjo nuk është thjesht një tokë fjalësh që duhet thënë për efekt televiziv, por është një fakt të cilin e vërtetoni shumë shpejt, vetëm provojeni, bëni pjesë dhe ju mund të shkëputeni kur të doni, kur të dëshironi pa asnjë lloj problematike. Telefononi në numrin e poshtëm, ju lutem bëni kujdes, ky numri që është këtu, që shikoni në ekran, nuk është numri jon. Është numri i Sigal Invest. Është personi që merret vetëm me pensionet private atje dhe ju lutem mos e shqetësoni për gjëra të tjera. Mos më kërkoni mua përmes atij numri, neve jemi me numra të tjerë. Faleminderit Sigal, ne presim telefonatat të tjera përpara bllokut të dytë reklamave. Këta janë numrat tanë këtu në ekran. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Shumë faleminderit. Jam një person që kam moshën me dalë në pension me 18 vjetor, vitit kaluar 2025. Po. Kam aplikuar për pensionin, edhe ndër vite që kam punuar, 10 vite i kam në Policinë e Shtetit. Nga 93, 94, 95 jam paguar me asistencë sociale. Më thuaj periudhën që nuk të llogaritet, më thuaj, të lutem. Ta në llogaritën këta kjo periudha asistencë sociale. Po patjetër, njihet asistenca patjetër. Njihet, a? Po, sigurisht që është ligjore. Faleminderit. Juve faleminderit. Telefonata mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, si kalove? Urdhëro si jeti? Në për emisioni. U lezërin televizorit më parë? Jo, televizor s'kam parë, po flas vetëm në telefon. Ku e kja të zhurmë që ndodh aty? Jo, jam një ambient punë shumë. Jena ambient punë, okej. Më duk si zëri televizorit. Bashortja ime merr 46 vjet e 6 muaj punë. Merr 230.000 lekë. Sa duhet fitoj? 8.000 lekë. Sa? 8. Po ajo ka 46 vjet punë me 8.000 lekë. A më pyete? Po të pyeta. Po mirë, dakor, faleminderit. Faleminderit dhe ju. Do të më thoshë 8.100. Do të gënjej thua ti? Faleminderit. Do të gënjej thua? Faleminderit. Kam poqë të telefonoj, po herë parë tap. Ja ku jemi. Masi 2026. Kënaqësi e madhe edhe për mua. Faleminderit juve. Të mira. Ditë mbar. Telefonata mirëmëngjes. Mirëmëngjes Klodi. Urdhëro. I kom dalë pension para 6 muajsh. Edhe i mblodha letra si që ishte rregullt Albania dhe i dërgova ke përgjesi.
i zyrës. Po. Gjon? Po të dëgjoj shumë mirë. Edhe me kooperative gjitha më erdhën, i shikoj 35 vite. Sa ke ndërkohë? Pastaj më thash unë ti paguaj 3 vite, paguaj, bërë 38 vite, 8 muaj. Po. Dhe i posova në postë për të sigurimet. Pastaj, për 20 ditë më erdhi lemrimi aty dhe hajde se shikoj se s'ka dalë pensionin. 204.000 lekë të vjetra. Si pak i thash atje. Ai më tha, dëgjon? Po të dëgjoj me vëmendje madje. Edhe më tha që mas 20 ditësh hajde sa të ma dosje nga sigurime të shikojnë çfarë. Dhe më kishin hequr 3 vitet e kooperativës nga mosha 18 vite, 3 vite. Nga mosha 18 deri 21. Jo, nga mosha 15 deri 18, 3 vite. Se unë i kisha të rregullat, më kishin nxjerrë sigurime edhe këto vite që po të kishin të rregulla do ishte nën moshë. Po të ishin të rregulla do kishin nxjerrë sigurimet apo jo? Po, një zurën vetë ata, nga më zurën 7 vite në kooperativë, të rregulla i rrugoj të sa një kënë rregull. Pastaj tha nuk parasye se je nën moshë. Dhe 5 muaj të ndërmarrje, se 20 muaj nuk i kisha në mizër mas librezës. 5 muaj thoshte janë të pa përdoro, nuk dinë të bleja. Nëse sa ajo me disa muaj luam, po problemi është kjo e ish kooperativës. Edhe të kooperativës 3 vite, se kom dëgjuar ty që ke sqaruar shumë njerëz dhe je shumë i rregull për publik. Jo, mosha në kooperativë bujqësore llogaritë nga mosha 14-15, nuk ka lidhje fare, jo. Po. Me moshën ndoshta ka pasur në një disa persona që të bëjnë pyetje ty, ndoshta ka pasur në një ndoshta ka pasur në edhe kjo thotë në qoftë se nuk ndoshta ka pasur ndonjë problem tjetër i ndëruar, se problemi i moshës nuk besoj që të jetë kjo e juaja. Se unë këtë vitet e punës duke lloguar me 280 për burrat, i pjesoj vitet në rregull thej. Kur më doli pastaj po ndoshta ka qenë ndonjë problem tjetër dhe jo kjo e moshës. Nuk e di. Si e keni emrin ju? Kujtim Belba, nga Presi. Po babai? Ore. Në pension kur ke dalë kujtim? Unë dola në fund qershorit, 15 qershor. Aha. 17. Duke çudi kjo e ish kooperativës, por gjithsesi do pyesim, dakor? Po, faleminderit. Faleminderit shumë, ditë të mbar. Kemi kohë për tjetër? Okej, dhe një tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Urdhro. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë jeni. Mirë shumë. Hajde që. Mirë të është, unë ka bëni një qarim më rëbur. Më thuaj. Të është, unë kam punu në kone partijës fundë, kam punu me një të trana. Po. Edhe 33 vjetë, edhe ja, 2 vjetë i kam pagu siguracion. Të është, unë jam dekuru një 2 herë, në kam përsi gjumi ku me përbuar në shko. Po. Më marrëvesh edhe si dolin 2016 në dolin një gazet telegraf, ato si janë të gurum, janë të edhe ekonomi, unë futëm në ekonomi, janë shkrimtare, aktore, edhe në gjufte, me bon dokumentet për pension pasashi. Ja, ndero, nuk është ashtu, nuk e di ku keni dëgjuar, por nuk është kështu. Unë e kam bon ato në shko. Pra, dekoratat janë honorifique, ndëruar dhe nuk ka lidhje fare me pensionin. Jo pension, po dekoratat për tham me marrë pension pasashim për. Jo, ndero, nuk është ashtu. Si është? Asgjë, janë thjesht honorifique, nuk ka lidhje fare me. Do më thënë, ato se ajo bashkia ma ka aprovuar. Këtë ka aprovuar mo? Ma ka aprovuar për pension pasashim. Po jo, s'ka lidhje, nuk i aprovon bashkia pensionin, ndero. Po tham këshilli bashkiak në 2016. Ndero, nuk ka pension për dekoratat. Nëse do të them ka, okay. Ato pas dal kota të gazeta. Po jo, nuk ka dalë për këtë gjë, ose ka dalur më gjithë e ka pas. Po të kishte dalë do ishin persona që me dekorata do paguheshin me pension sot. Unë nuk njoh një të tillë në fakt. Unë pensionin me herë më ka dalë 150.
A do më vesh se afër fesë ja kanë janë si ponin kohë. Po, kuptoj shumë mirë nderuar, por ideja është që në rast se do ishte kështu siç thoni ju, sot do kishim pensione për dekorata, por ndërkohë nuk kemi pensione për dekorata. Dekoratat është një titull, po themi, honorifik që ka të bëjë me kontributin e dikujt në një fushë caktuar. Po të i pasim më kot letrat. Çfarë them unë? Edhe i kanë apo më kot le Këshilli Bashkiak. Mi unë uroj ta marrësh, ç'o them. Po çfarë do ta marr po si të as ne drejtim ndihmuja. Po nuk merret, po nuk ka i nderuar, ti jap drejtim unë s'kam. Mos. Ti je mirë i nderuar. Faleminderit për telefonatën. Do të shkojmë në publicitet, flasim për prostator, ata të cilët vuajnë nga prostata, dihet tashmë janë burrat mbi 40 vjeç, më të predispozuar, kjo nuk do të thotë që nëse kalon 40 vjeç e ke taksative për të vuajtur nga probleme, sepse ka që edhe nuk vuajnë nga asnjë lloj problematike lidhur me prostatën, por po them për atë pjesë që ka evidentuar kështu simptomat e para të këtyre lloj problemeve. Mos i neglizhoni sepse çdo problematik e mos kuruar në kohë përbëhet në një shqetësim apo rrezik serioz nesër. Ndaj përdorni prostatol, është 100% produkt natyral, ata të cilët e kanë përdorur kanë folur për efekte fantastike, të cilat vinë me njëherë pas disa javë apo muajsh përdorim të rregullt, kështu që do të ndiqni dhe këshillën e mjekut dhe kthehemi pas pak në pjesën e tretë të emisionit. Ne kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit, vijon komunikimi drejt për drejt me ju në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe zonjë. Unë kam një pension të plot, në status pensionist pleqërie, dhe nuk mora 18.000 lekshin. Po jo të gjithë ata të cilët kanë vitet e plota e marrin zonjë. Pensioni plot është tjetër gjë. Pensioni plot nuk ka të bëjë vetëm me vitet, por ka të bëjë edhe me masën e pensionit. Unë marr 225. Po 8.000 lekë do marrësh ti zonjë. Sa? 8.000. Po pse 8.000? Po kështu e ka vendosur ligji. Me 36.8 vite. Zonjë edhe një herë. Po. Kur ke dalë në pension? Unë kam dalë në 2020-ën, kam dalë në 2019-ën, po ka që isha me pension invalidi, aplikova për pension në pleqërie dhe në 2020-ën, në bazë të ligjit 29 të korrikut 19. Dëgjoj pak tani, të themi një gjë. Më dëgjoj pak e dashur. Po. Nëse ne të dy kemi nga 40 vite punë secili, që do thotë është më shumë se sa maksimalja. Dhe jemi me vite të plota. Po. Unë jam deklaruar me pagë 50.000 lekë të reja në muaj, ti e deklaruar me pagë 100.000 lekë të reja në muaj. Pra që do thotë, unë me 500.000 lekë, ti me 1 milion lekë. Tani kush e ka pensionit plot, unë apo ti? Se kuptoj këtë. Atëherë, që ta shpjegoj më thjesht, pensioni plot nuk ka të bëjë vetëm me vitet. Po? Por ka të bëjë edhe me pension të plot si anë financiare. Sepse nëse dy persona, njëri është deklaruar minimalisht gjatë viteve të punës dhe tjetri është deklaruar me pagë maksimale, ky me pagë maksimale, ky quhet pensioni plot. Në kuptimin e ligjor të gjithë asaj që përbën pensionin e plot, që lidhet me vitet dhe me lekët që merr secili në muaj. Në rastin konkret, me kaq sa më thua ti, urdhëro? Kam qenë në ndërmarrje shtetërore. Po dashur, po 8.000 lekë të takon tani. Si do të them 18 kot? Se kuptoj, se... Po mirë, nuk është problem ta kuptosh. Megjithatë, mund të sqaroj diçka më shumë, po që unë kam pension në pleqërie me, domethënë, urban, që që bie, urban, po. Nderuar, ty të takon 8.000 lekë, nëse do të vazhdosh ta thuash jo, mund ta thuash. Je në të drejtën tënde. Si? Nuk isha fare. Si nuk isha fare? Nuk isha fare shtesë. Mora vetëm pensionin. Është tjetër gjë kjo, do rregullohet muajin e ardhshëm kjo, po them që kaq është pjesa atakuese, sepse kanë ndodhur, janë bërë disa gabime, të cilat do të rregullohen në muajin e shkurt. Faleminderit. Të lutem, faleminderit dhe juve. Ditë bukur. Presim tjetër. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëroj dashur. Ja kalove mirë. Si jeni ju? Dëgjoj. Më thuaj. Të bëj një pyetje. Bëje. Dua të di ku ndodhet kjo agjencia e kthimit të pronave, të lutem. E kthimit? E kthimit pronave të rrethit të Durrësit. Aty në Durrës nuk e di unë dashur. Të them të gënjej kot, po e gjen në internet në Google, mjafton të shkruash dhe e gjen.
E gjen në internet, ë? Patjetër, si çfarë zgjeni në internet. Po si shkruhet atje Agjencia e Kthimit Pronave? Po. Durrës. Ashtu, ë? Durrës. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Faleminderit. Ditë mbar. Dhe shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje Klodi. Përshëndetje. Klodi, gjithë mirët. Edhe ty. Kam nevojë të më japësh mend për këtë punë. Unë jam një pensionist, që kam ja 5-6 vjetë që kam dalë në pension. Edhe për momentin të shi, pensionin e kam 378.000 lek. Për vjetra. Po, kuptohet. Përfitoj gjë nga kjo... Pension pleqëria apo invaliditeti? Jo, pension kam 51 vjetë punë siguracione. Po, i bie me sa më thua 18.000 lek të vjetra. Duhet mi japin? Po. Po, këto thonë që nuk ka nën 400.000 lekë. Po pra, ata që kalojnë 400.000 lekë, ata nuk marrin fare. Jo, e kam të shim ka shku 870.000 lekë. Dhe njerë, përjashtohen nga përfitimi ata që kam mbi 400.000. Jo, nuk i kam arrit. Po pra, kështu që ti e në rregull, ti e përfiton. Ati s'kam shkojë, që s'kam shkojë me të pos nga largë. Si? Nuk e dëgjova. Ti të nuk të gojë, thëmë. S'ka mundësi me të përqafun nga largë. Ja, jemi këtu. Faleminderit shumë. Ti je shpirë. Faleminderit. Presim tjetër, telefonues, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhëroni. Kam bashkëshorten që më merr 109.000 lekë. E merr këtë ndihmën? Po e merr. Merr sa 8.000 lekë apo? Po besoj aq. A e ka marrë pensionin e këtij muaji? Jo, se ka marrë, po ta kishë marrë, se ka marrë, datën 20 kemi nevojë. E kuptova. Pa merak, po patjetër që është pjesë e kategorisë përfituese të ajo. Duhet ta marrin 8.000. Po, patjetër. Faleminderit. Tjetër telefonues. Përshëndetje, Klodi nga Vlora. Përshëndetje Vlora. Kam një pyetje. O, boje. Am zonjën më merë 66.000 lekë të vjetra. Dhe vitet i kishte 23 vite, ka dalë në vitin 14. Sa mund fitoj në këto që më bëri ky zoti kryministër? Kur të marr pagesën i nderuar do ta ketë aty të përfshirë pa merak. Po sa e takon kështu? Nuk e di nderuar tani. Nuk e di. Faleminderit shumë. Presim tjetër, mirëmëngjes. Bon tani. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Me Klodin bë flas. Klodi jam. Klodi jam një qytetar nga Korça. Kam qenë në kemp në vitin 2018, 19, 20. Pasaj në vitin 2021 dola në pension dhe më kalovi pensioni. Kam 36 vjet e 3 muaj punë. Tani shkova që s'kam futur këto shtesë to edhe më thotë je me pension të pjesshme. Nuk e merr. Si mundet vetë? Po nuk të takon. Nuk na takon? Jo, nderuar. Pa, kur kam dalë në pension, unë ata më kanë thënë ke 42 vite punë. I thasha sa qupës të bëj një rishqyrtim të pensionit. Ti atë mund ta bësh në çdo kohë, po. Prapë këtë përgjigje do marrësh. Atë thash, pra, mund ta bësh në çdo kohë, por prapë të njëjtën përgjigje do marrësh. Faleminderit. Të lutem i nderuar. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Ditë mbar, presim tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po, patjetër. Faleminderit. Klodi qamë nga? Mirë, si e? Dhe shpirësja për gruan. Po? Ajo ka 36 vjetë e 8 muaj tani. Edhe dua të di më saktë se në pension të plotë duhet dilte të para 1 vit e gjysmë. Po ka punuar tani, ka vazhduar, kanë marrë të puna dhe 1 vit e gjysmë.
Po, shumë mirë ka bërë. Edhe dua të di sa ishte vjetësia e punës para një viti e gjysmë. Shko, por llogaritja nuk bëhet me vitin e kaluar. Llogaria do bëhet me vitin aktual që do të dalë në pension zonja, më kupton? Ashtu, a? Domethënë, po patjetër, sepse drejta për të marrë pension lind nga momenti kur aplikonte. Nëse ti aplikon sot, trajtohesh si sot. Po kupton, dhe pensioni të nis nga sot, jo nga momenti kur ke plotësuar moshën ligjore për të dalë në pension. Kështu që edhe vitet e punës maksimale do të bëhet llogari me vitet me këtë vit që është rreth 37 është afërsisht. Jo, është afërsisht 39 ajo për atë punë. Do në 2 vjet, a? Po, gati po themi. Mirë. Nëse nuk është se kanë një diferencë madhe plus një vit plus 2 vite. Po këto që ka punuar një vit e gjysmë pasi kishte dalë në pension që kishte ashtu ndikonin ashtu apo jo? Nëse do kishte 40 vite punë, do të ishin me llogaritje për 0.5% çdo muaj ose 6% në vit. Mirë valla. Kështu. Profs. Faleminderit ty. Faleminderit shumë. Tjetër telefonues, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se erdhë. Jam një pensionist, kam dalë në 2014 pension shteti po minimal, me vite të plota punëve. Am të ko 18.000 lekë, se kam marrë akoma pensione. Sa i ke pensione? Unë pensioni bazë 180. Sa i ke pensionin sot? Sot 211.315 lekë, diçka e tillë. 8.000 lekë do merrni dhe ju. Faleminderit ty edhe për telefonatën. Presim tjetër. Alo. Mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje. Alo, Klodi, përshëndetje. Mirë se erdhe. Kam dalë në pension. Dhe përpara kam qenë në ndihmë ekonomike, burrë dhe grua, tani përfitoj ndihmën ekonomike? Po do të aplikosh që ta përfitosh. Urdo? Duhet aplikosh që ta përfitosh dhe para ti ke qenë dhe nuk je më. Pse të kanë hequr? Jo, jam po për këtë vit nuk e di se tani kam dalë në pension. Nuk ke dalë në pension, nuk ka ndihmë ekonomike për pensionistët. Po gruaja përfiton? As gruaja. Shumë, mirë, faleminderit. Të lutem, faleminderit edhe ty. Faleminderit shumë. Mirëmëngjes, telefonata tjetër. Alo, mirëmëngjes. Urdhra. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje. Ju telefonoj për të parë se si u dëgjoj shpesh. Faleminderit shumë. Po desha të ndaja me ju një shqetësim, mbas edhe ju mund ta keni vënë re. Më thuaj. Bëhet fjalë për taksat e mjeteve. Aha. Për mua është një abuzim që bëhet, mos më thënë që është një vjedhje. Mos më thoj që e ke edhe ti pretendimin që duket sikur paguhen 2 herë. Po, taksat duhet të jenë 365 ditë, jo kalendarike. Nuk është ashtu ja. E kemi sqaruar dhe këtë më përpara. Po, më thuaj. Duke sikur paguhen, po nuk është ashtu. Mos e kam dëgjuar kur e keni sqaruar, po mund duke abuzive. Një sekond, e kam pasur me të shkruar mos gaboj, po të shoh nëse do ta kem prap. Se nisem nga fakti që i paguajmë para dhënien, në momentin e targimit mjetit, paguajmë dhe taksat për 365 ditët e ardhshme. Edhe më duket diçka abuzive, nëse unë kam me 20 dhjetor taksën, duke më prekur vetë, personalisht, po mbën dhe përshtypje. Atëre, taksa është vjetore. Se ka marrë përgjigjen në... Do ta lexoj përgjigjen siç e ka marrë në atë kohë kur e ka marrë. Po mirë, okay. Atëre, ju duket nga përgjigja atyre, okay, edhe pastaj mund të jetë shumë e besueshme edhe. Një sekond. Pyetja ime ka qenë kështu, mirëmëngjes. Një pyetje. Më kanë marrë 2 persona në telefon dhe më thanë që kishin taks për të paguar në dhjetor të 2024-s. Mirë, po ata kishin paguar në janar të vitit 2025 dhe kishin paguar 2 fishin. Atëre, përgjigja. Taksa është vjetore. Përveç vitit 2024, kam paguar dhe vitin 2025 dhe mendoj se kam paguar 2 fish. Do më thonë, në këtë rast, ata kam parapaguar vitin 2025. Në rast se do paguani në dhjetor, vlefshmëria e taksës do të ishte deri në dhjetor 2025. Në këtë rast do e kenë deri në janar 2026. Pra nuk është 2 fish, ku e pe që ishte 2. Po e ke paguar tani, ke paguar dhe këtë vit. Pra, i nderuar, ti ke paguar në janar tani. Jo, okay, por nëse do ta efektuosh ajo abuzimi që unë mendoj se bëhet. Cili për shkak? Sepse nuk bëhet me ditë kalendarike, me 365 ditë.
Por bëhet me vit. Sot ai 2026 dhe ti duhet të paguash një takë prapambetur. Po jo të prapambetur. Po kështu e konsiderojnë atje. S'ke paguar të 2025 sot e duhet ta paguash tash, paguash 2 sot taksa. Po. Edhe 2025, 2026. Po, dhe do paguash janarin tjetër pastaj. Janë 2 javë ose 1 javë. Dhe do paguash janarin tjetër pastaj. Po ta kishe paguar në dhjetor, do paguaje 1. Okej. Falenderoj për sqarimin. Asgjë, të lutem, faleminderit juve për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhoni. Jam një person invalid. Si? Jam një person invalid. Po. Me smundje stoke. Po. Me takon kujdesaria mua. Duhet të aplikosh i nderuar. Po kam aplikuar, po s'ma japin ato. Është me kusht ajo, nëse s'ta japin do thotë që nuk ju takon. Kupton? Tani deqesh bërë ato teprat. Njëri thot takot e thot takot. Po s'është me njëri tjetër, kjo është me komisionin nderuar. Çfarë thot komisioni atë do? Mund nuk vjen po me do. E di. Po është me aplikim, në varësi të përgjigjes që të japin pastaj. E kam me peterisa me smurtoje, me ka lindur në defekt në këmbë. E kuptova nderuar, por është me aplikim, në rast se komisioni thotë jo, pastaj do thotë që nuk plotësohen kushtet. Faleminderit. Ne do të kalojmë një tjetër mesazh, shkuam vonë, do ta kishim thënë më herët kuptimin e orës, por gjithsesi asnjëherë nuk është vonë, ashtu si kundër ne, po japim pak më me vonesë. Ashtu edhe për ju nuk është vonë, por të përcaktuar, po themi kështu, një pjesë të asaj të ardhmes të cilën e keni vetë në dorë. A keni menduar ndonjëherë që në një moment të caktuar të jetës, kur do e keni vetëm dëshirën të pakt, por edhe pamundësinë fizike për të punuar si sot, në bëhet fjalë pas 30 apo pse jo dhe 40 vitesh, se si do të jetë kjo e ardhme. Patjetër që nuk e dim se do shkojmë deri atëherë. Kjo është pak por e sigurt që nuk e dim sepse se kemi në dorë. Jemi të predispozuar ndaj rrezikeve, ndaj aksidenteve, por mos mendojmë për keq, mendojmë për mirë. Dhe nëse do mendojmë për mirë, duhet kujdesemi sot për të ardhmen tonë. Nëse duam të kujdesemi sot për të ardhmen tonë, duhet që të fillojmë nga sot të kursejmë nga pak. Nuk po thot askush sepse dëgjoj ndonjëherë më shkruajnë edhe privatisht, dhe thonë që po ku kemi ne lek për të kursyer dhe për të bërë pjesë aty te fondi Sigal. Po pikërisht se nuk ke lek duhet bësh pjesë, sepse mjafton edhe 10.000 lekë të vjetra që ti e depoziton llogarinë tënde bankare dhe është e veten në fund të 20 viteve me shumë lek, ose në fund edhe një periudhë më të afërt. Nuk është të thonë që ti të presësh moshën e pensionit për të përfituar nga fondet e tua në Sigal Invest. Jo, ti mund ta marrësh të plot shumën dhe thua që sa vite kam kontribuar 20. Në rregull. Varet sa e ke pasur kontributin, 50, 100, 20 euro, dhe merr të plot bashkë me interesat, por ti mund ta marrësh në formë pensioni pastaj mujor. Ti e përcakton vetë pensionin në fondin Sigal. Shkon atje, merr në telefon dhe thua që unë dua të kem pension 400 euro në muaj. Të bëhet llogaria dhe thua që ti duhet të investosh ose kontribuosh kaq lek në muaj për ta përfituar këtë shumë prej 400 eurosh. Unë dua 100 euro në muaj pension, thot dikush tjetër. Patjetër. Ti do kontribuosh ose do investosh kaq para. Këto lek që ne themi nuk shkojnë në adresë të panjohur, nuk shkojnë në ishullin e askundit, është një libër shumë i bukur për fëmijë, ata që janë prindër e dinë. Por i keni aty në llogarinë tuaj bankare. Dhe ju shikoni sa herë të doni. Keni kohë të lirë, thotë shikoj pak llogarinë në Sigal Invest, dhe është aty që e ke nga X lek që ke depozituar përpara një jave, është bërë X plus ajo. Më kupton, pra është shtuar. Fondi është i trashëgueshëm, duket si paksa e ngatruar, por është një skem shumë e thjeshtë, të cilën jam shumë i lumtur ta ndaj gjithmonë këtë lajm fantastik me ju që shumë qytetarë dhe sidomos ata të cilët erdhën nga jashtë vendit për festat e fundvitit e kanë aplikuar si gjë dhe po ja u përcjellim edhe ju. Telefononi numrin e poshtëm 069 40 61 438, numri i cili është vetëm i kompanisë Sigal, mos e ngatroni me numrat tanë. Dhe falenderojmë patjetër kompaninë Sigal për këtë mundësi që na ka dhënë. Bukur, shkojmë me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do të kishte një sqarim të vogël. Më thuaj dashur.
Vetëm u lezërin televizorit se ngatrojnë. Po. Për punë e pensionit, për të shtesët. Po, më thuaj. Të shqit gjithë një kategori, futën këte, po ca morin më shumë, ca morin më pak. Po, ashtu është. Unë mora 99 pa ta marë, të muajin janar mora 107. Të shqit në gjoj njerëzit që kanë mori 100 të një fjallë 18 lek. Po jo të re, atë vjetra zë. Jo të re. Jo, kanë marrë në fakt sa, e kupton? 180? Po, jo, kanë pas pensionin sa unë, nuk o di, kush jem pa ma kanë thonë që kanë marrë, a u gabima. Është në bazë të kategorive ajo dashur. Aq sa ke marrë, aq të takon. Mirë? Pa e ka marrë 20.000 lek pra. Kush? Ish personi. Nuk ka 20.000 lek bonus e dashur. Nuk ka lidhje kjo? Nuk ka 20.000 lek shtes. Jo. Jo, nuk ka 20.000 lek shtes. Po du. Po nuk ka. Në fjallë e që thot nuk është 180, Po jo më shpirt, jo. Maksimalja e rritjes është 18.000 lek të vjetra. Pastaj sipas kategorive 8-6. Po që kategori jemi nënë pra, po që 7.000 lek shtesë, o zot. Nesë mo, mi fjallë. Shto. Faleminderit shumë e dashur. Faleminderit edhe për ju. Ditë mbarë. Kohë për tjetër kemi? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëroni e dashur. Uleni zërin e televizorit se na pengon shumë. Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Edhe një pyetje të tillë do bëj se burri më ka dalë në pension dhe i ka dalë 276.000 lek të vjetra. 37 vite dhe 5 muaj. Unë e mora tek një lekshin, dërsa burrit nuk e ka marrë. Pse? I kanë thënë gjë, ka pyetur apo? Ja, po të pyesim ty, Klodi, tash. Okej, do ta marr muajin tjetër nëse se ka marrë, sepse janë bërë disa gabime. Po pra, se ka 276, po ka 37 vite e 5 muaj punë. Janë bërë disa gabime në sistemin nderuar, të cilat do të korrigjohen muajin shkurt. Presojmë që të jetë gabimi, Klodi, dhe shumë faleminderit. Të lutem, dashur. Faleminderit shumë edhe ty për telefonatën. Miru dëgjofshim. Dhe një ditë të mbarë. Kalojmë në hapësirën e fundit publicitare për këtë transmetim të emisionit. Prostatole ka emrin medikamentin 100% bimor që lufton problematikat që keni me prostatën, kështu që riktheni cilësinë e jetesës që keni pasur përpara këtyre problemeve. E dim që ka goxha siklete, mos funksionimi i mirë i prostatës, sidomos gjatë natës, për ata të cilët vuajnë dhe janë detyruar që të zgjohen disa herë për të kryer nevojat personale. Shmangni këto duke përdorur produktin natyral 100% bimor dhe shërben patjetër si suplement, nuk ndërvepron me ilaçe të tjera, mos keni merak fare për këtë pjesë, e thënë dhe konfirmuar kjo nga mjekët. Kthehemi pas pak në pjesën e fundit. Dhe kthehemi në studio në pjesën e 4 të fundit të programit, ora 8:30, vion komunikimi me ju në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi dashur. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju lutem shumë. Desha për dritat dhe ujin. Po. Ato nuk vinë me i pa fare, sepse unë jam tek pull në shtëpi. Nuk kam njëri tjetër. Dhe u di shumë herët në vjetë. Kondicioner nuk nes. E kam, po nuk e nes fare. Nuk i shohin po. Dhe me vinë 80.000 lek drita dhe uj. 80.000 lek uj dhe drita shumë janë në fakt për një person. Nuk i shoh pas një herë dalë, po aq sa ka mundësi me dalë dhe të shkallës, sa ka mujt me lviz, po nuk gjej në i herë në njëri çdo ditë i kontrolloj. Po, mirë, po nuk e di. Ka kohë që paguan këtë shumë, apo? Mirë, se kur ishe bashkëshorti gjallë, ma isha kondicionerin se kishte se u djerthite, dhe ma isha të fresko, jo të ngrohja. Po si ri pa ngrohje? Tashi nuk e përdor fare, janë kot kondicioner dhe me heq për mu s'ka rëndësi. Po si e ke bërë në këto temperaturat ulta? Uno? Si e ke bërë? Me batanie. Me batanie ri, edhe tashi me batanie jam, po ri. Pa ngrohje, nuk e njëre, se gjithmonë kur nuk e kemi nes. Historikisht se kemi jetu bashkë me bashkëshortin, këtu po ne nuk kemi vend ngrohë se kur, edhe gripin kur nuk na ka marrë. Sepse me jashtë me men, që më desha disa herë jashtë për të blerë, për të nisur më i gjanë,
Edhe kështu që nuk kemi mësuar me ngrofje. E kuptova. Po atje ku paguan dritat, duke folur me ato zonjat atje ose personat përgjegjës që të vinë ta shohin? 80.000 lekë. Kur ishte për shorti gjallë 800 që shkote. Dakor, po atje kur se ti i paguan rregullisht faturat apo jo? Po i paguaj unë pres tash që të vi data që kanë ardhur pagesat. Kur marr pres, unë nuk shkoj vetë, se nuk hes dot në shkundete e pensioni. Po kur të vi data. Ne marrin. Kur të vi data e pagesës, atje ku e paguan dhe sporteli. I paguaj te posta ku marr pensionin aty. Okej, thuaja personit atje. Këta ankesë që të vi dikush ta shoh se mos ndoshta ka ndonjë ndërhyrje ose ndonjë parregullsi në sahat. Po, patjetër, po. Lajmëroj dhe na thuaj se çfarë do thonë, dakor? Faleminderit dhe na qofsh mirë. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Ditë të mbarë. Telefonata tjetër mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonjë. Jam një pensioniste, kam pension të pjesëshëm, por kam punuar në natë. E përfitoj? Po, çfarë moshe keni ju zonjë? Unë jam 76. Po, e përfiton patjetër, s'ka asnjë ndryshimi. Po mua më thanë vajtat e sigurimet dhe më thanë që nuk e përfiton, prandaj. Ai ke marr janarin zonjë. Po nuk e mora pensionin, por nuk e mora atë. Cila ishte arsyeja që tha nuk e përfiton? Kurdo? Pse? Cila ishte arsyeja që tha nuk e përfiton? Më thanë mua ke pension pjesë, mirë po unë ka punuar në natë. Do rregullohet muajin e ardhshëm zonjë. Faleminderit. Faleminderit juve për telefonat. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Klodi? Urdhëro, Klodi jam. Gruaja mbush në 13 shkurt, 60 kur del në pension i takon? Po i takon që dhjetor, në shkurt, ka bërë 61 apo jo? Jo, në këtë shkurt i vjen mbush një muaj 62. Po pra, në shkurtin e kaluar ka bërë 61, thash. Po, kur i takon tani? I ka takuar në dhjetor, do të aplikoj. Po, faleminderit. Faleminderit shumë për telefonatën. Shkëmbë tjetër? Alo. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam ajo nga Pogradeci që mora para një 5 ditë në Gjersi. Po, për? Ule zërin e televizorit, të lutem. Pensionin për se ashtu një 3.000 lekë kishin shtuar. Sa të shtuar? 3.000 lekë kishin vënë dhe pasun të ashtu një sharoj që shkite kam 37 vite 4 muaj. E ke fjallë për shtesën e janarit? Po s'ka dhe shtesë 3.000 lekë? Po nuk e di, unë pandaj ashtu shqetësor. Do marrësh muajin shkurt i dëruar, në shkurt do rregullohet, sepse ka pasur shumë gabime që janë bërë, kemi pyetur përpara disa ditësh javën e kaluar te sigurime shoqërore dhe në shkurt do të rregullohet. Po, faleminderit. Dakor? Faleminderit juve për telefon. Faleminderit shumë për. Të lutem. Presim tjetër në 15 minutat e fundit jemi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Lodi dhe të më të pyesja për një problem se e zgjidh këtë punë. Kam gronë në shërbim tash 22 vjet. A një në sigurime shoqërore për pension të saj? Gruas. Por në? Për gruan po pyet. Për gruan. Kujdestarve i nderuar, kujdestarve u llogaritet për efekt pensioni periudha që i ka shërbyer dikujt vetëm nëse personi ka qenë tetraplegjik ose paraplegjik. Në raste të tjera jo. Jam në karroc, jam invalid i karroc. Po, i takon. Edhe dyta, a na takojnë problemet për këtë? Po do t'i merrni gjatë këtij muaji sepse nëse jeni pjesë e listës dytë, që u miratua pas rishikimit të buxhetit. Jo, nëse ke marrë një, vetëm një bonus është. Po, a ka dhënë edhe për kujdestari? Po jo 2 bonuse, 1. Kujdestaria ka më vete i nderuar. Po juve jo. Juve nëse keni marr bonus në dhjetor, ju nuk keni bonus tjetër. Jo, s'kam dhjetor, na kanë thënë me marr një anë, na kanë thënë. Apo në rregull, pra e merr, po pse më thua? Vetat shërbimit social më tha, s'ka pas ta parë banka tha. Tjetër gjë ajo i nderuar, po më ngatrove se më the unë e kam marrë theti një bonus. Nëse ke marrë një bonus. Një bonus e kam marrë që tash me 7. Po pra. Kempin. Po në shërbim e ka dhënë. Po shërbimin e merr zonja, nuk e merr ti. Po ne takon. Po pra, po i takon patjetër. Atë thotë, shëndetë jetë zotë po shëndetë që na ka ha probleme na me këtë. Zot. Çfarë kanë bërë? Kam ha probleme?
Na keni mund. Okej. Na keni mund. Të prej smor, jetë të gjatë. Faleminderit shumë edhe ty për telefonatën. Ndjes, shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Hasan Mestari nga Lushnja. Mirë se erdhe Hasan. Përshëndetje zoti Flodi. Përshëndetje edhe për ty. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Jeni gazetari i shkëlqyer me gjithë stafin shumë të nderuar, të respektuar. Faleminderit. Tani unë jam një pensionist, kam punuar 25.8 vite punë. Kam qenë mësues. Kam dalë në vitin 2021 pension. Dola 317.000 lek të vjetra. Tani më përfiton kjo shtesa marr 416.000 lek të vjetra tani. Jo, 400. Jo i nderuar, mjafton që është 400 dhe jo, nuk ju takon për fat keq. Nuk na takon as i lek. Jo i nderuar. Faleminderit. Të lutem. Ka doja dia, se e mora pensionin dhe mora aq sa kisha. E kuptova. Faleminderit. Faleminderit, punë të mbar, jetë e shëndet në familjen tënde. Edhe juve, faleminderit. Gjithë të mirat. Shkojmë me tjetër telefonat, mirëmëngjes. Alo? Alo, Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Ka burin, ka bërë një gjyq në 2018. Edhe në Berat dhe në Vlorë, se jam nga fshati Kozare. Edhe e mora vendimin, pasi u zbartë, pas disa viteve, pasi u zbartë vendimi i Vlorës dhe i Beratit bashkë, e mora vendimin dhe vajta aplikova për cilë certifikate dhe për regjistrim në Kuçovë. Vajta pastaj të njëjtë përgjigje mbas një muaji, siç më thanë, ata më thanë që nuk të del se ka dhënë urdhë drejtori të mos regjistrohet, se nuk është gjyq i rregull. Kur gjyqi është gjyq i rregull, sa u nda trona midis të motorëvetën dhe është shumë normal. Që do më thonë që nuk është gjyq i rregull, se duke se më ke marrë dhe njëherë, po ti ja burri se mbaj mend kush. Si? Duke se më keni marrë dhe njëherë, apo është rast tjetër ky? Po, ishte një çup. Po ç'do më thonë se kuptoj gjyq i rregull? Po gjyqi me vendim u nda midis të motorëvetën. Ç'do më thonë nuk është gjyq i rregull? Si e keni marrë këtë përgjigje? Me shkrim e keni marrë me gojë? Jo. Aplikova, pagova parat në bankë. Zonjë, ç'do më thonë nuk është gjyq i rregull, se unë këtë se kuptoj. Po është e sigurt që më mori dikush me gjaz burri dhe nuk e kuptoj, domethënë, ose më silli ndonjë dokument se nuk ka lidhje kjo me shtakuar. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Te Pelena. Ja, mo ku jeti? Urime. Faleminderit. Na ke humbur, se si që puna t'jesh mirë e para. Si kam humbur, këtu kam qenë unë. Jo, s'ke qetat, ashtu ti, lele. Ua. Ishtë një zonja t'i vele, ke pjetër në po. Zonja ka qenë vitin e kaluar, në 10 E, mirë, për ta, unë them që s'ke qepë, unë s'kam marrë për ti, se... Si mos kam qenë, nuk kam filluar në datën 5 emisionin. Në rregull thash, t'jesh mirë e para. Faleminderit. S'na pas ke ndjekur. Tani, thonë ata, qeveria, për minatorët e minjerave të, që nuk u takonë 18.000 lekë i vjetër. Që ata, si mos minatorët e minjerës e Malijaj, ka punuar deri, kemi këtu një, 30 vjetë në minjerë. Edhe mos të marë 18.000 lekë të vjetra, që është krim. Që thoshin, e unë e kam përmendur shumë herë. Dashë mirë, shqyqër që dole mirë. Dhe për 18.000 lekë të vjetra, tani, një minator që kemi këtu, zotëri, jeton, se sa të jetoj, fatësia. Po mos i japë një shpërblim tani që një diçka e thonë jo, unë nuk e di që punë. Kuptova. Që është vetëm për minjerat njerë, se jo me Malijaj. Çdo minjer ka qenë puna me vështirë në natyrë, në jetë. Po. Mirë tani, çfarë të them unë? Urime, unë s'po të them jo, po thash. Një vit i mbarë. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Urime për emisionin. Faleminderit shumë. Po Klod. Urdhro. Desha të pyes tash ky përfitimi 1.800 lekë.
çfarë kriteri ka se ai thot pensioni plot urban ashtu po ka vetëm vite të punës për të plota apo ka edhe një farë kushi për edhe pensionin e plot. Po e ke të shënuar atje dhe fatura që merr në muaj? Do të dim më serioshiki. Po pra ajo që the, pensioni plot nuk është vetëm me vitet e plota, por duhet edhe pensioni i plot. Po sa e ka për shembull pensioni? Varet nga kategoria e nderuar, të lutem. Nëse e ke marr rritjen, aq është rritja e dashur. Jo, më kupton, nuk e çfarë ka kriteri edhe masën e pensionit apo vetëm vjetësh? Edhe masën e pensionit, se tjetër ashtu e marrin të gjithë pastaj thuajse. Masë e pensionit sa duhet të jetë për shembull? Varet nga kategoria e nderuar, të lutem mos më bëni kuice të tilla, se unë nuk jam zyrë sigurimesh, ë, në kuptimin që të di se si funksionon kjo pjesa e teknikaliteteve, sepse ajo është bazë. Jo një minutë. Më thuaj. Ne kemi dëgjuar për shembull që ata që kanë pension të plotë në zonat urbane përfitojnë 80.000 lekë, po masën e pensionit nuk e di sa nuk e di që është. Nderuar, a e ke marr pensionin? Jo, se kam marr, po prandaj po pyes. Sa e ke pensionit ti? Unë marr 220.000 lekë, gruaja merr 210.000. Të dy nga 8.000 lekë do merrni. Të dy nga 8.000 lekë, a? Po, se sa do të jetë masa e pensionit të marrësh 18.000? Nderuar, faleminderit për telefonatën. Të uroj gjithë të mirat. I kemi telefonues tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes plot. Po. Të përshëndes njerë kështu për kushtimin që keni. Faleminderit shumë. Atëre, ne polim për para disa ditësh për problemin e legalizimit. Po. Bajtën 20 vjetër kusur këto punë. Ideja se përveç të tjera është atje ke drejtoria e legalizimeve, atje nuk futesh dot, nuk merresh dot vesh atje përveç se ose me Albanian ose me komunikim. Me ata kemi konsumuar disa mënyra komunikimin me ata. Ideja se nuk kemi informacion për pronat që ne kemi aty që për dosjet tona. Kur ka aplikuar, se maj mend nga zëri nuk e di që kemi vërë. Po, na imi jam unë. Tani, detajat i kam dhënë në regjia për para se të flisim. Si është, ka në i mundësit komunikimi për të marrë vesh në një gjë si qëndron puna sa? Mua më duhet vetëm një dokument aplikimi që të pyes në kadastër. Po, ta qoj me WhatsApp? Po. Okej, po e bëj dhe një të përpjekje. Pse kur e ke bërë herë tjetër? Si? Po nuk na e ke nisur herë tjetër që thua po e bëj dhe një herë. Po më duket se kam dërguar me WhatsApp. Po tani ose e nderuar. Ose ma ke dërguar mua dokumentin e aplikimit. Po pra. Kur? Përpara një javë dhe ditësh diçka e tillë. E numri im? Po, te WhatsApp. Sa është numri jot i telefonit? 3 shifrat e fundit paktën. Mbaron me 161. 068 65 Një sekond, se i ke shumë. 068 65 65 po 27 161. Jo, nuk më ke nisur, po të shkruaj unë. Okej, më shkruani, po. Nuk më ke nisur. Po. Ja, sa po të shkrova? Po, okej, edhe tani sun. Faleminderit. Më fal. Më thuaj. Më konsumojnë edhe diçka tjetër? Po, patjetër. Po. Atëherë për problem pensioni këtë mund ta kemi diskutuar disa herë për zonjën time. Ideja se nuk kam kaluar një kalvar shumë të gjatë me këtë, po më duhet një specialist i mirë fill që ta konsumojmë, se është vërtet çështje me interes. A mundemi të sigurojmë një mundësi? Çfarë problemi ka zonja? Po, patjetër. Po problemi është se kemi pas disa perioda pune përpara vitit 90, 86-91 më saktë. Edhe problemi ka qenë sepse kjo s'ka pasur vullën në librez. Dokumenta gjikundi nuk ekzistojnë, emri nuk i ekzistojnë gjikundi. I kemi kaluar gjitha procedurat, domethënë që nga
sigurime shoqërore, ankimimet në komisionin. Gjithsesi flasim aty, se unë të kam shkruar, kështu që flasim edhe pas emisionit, dakor? Okej. Përshëndet shumë, faleminderit. Flasim për çështje gjatë shumë. Tani dhe shumë gjatë nuk kam kohë se janë gjithë Jo, e ka parasysh energjimin, po dhe kaj do të falenderoj. Faleminderit shumë edhe juve për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Urdhëro. Ule zërin e televizorit. Po ule zërin e televizorit. Ule zërin e televizorit. Alo. Ule zërin e televizorit. Alo. Ule zërin e televizorit. Alo. Ule zërin e televizorit. Ula. Alo. Këdi. Mirëmëngjes. Atë fare ti. Alo. Urdhëro. Mos e hap zërin se do ta mbyll telefonin pastaj. Ja, po e mbyllësh fare, Klodi. E po fol pra. Alo. Ule zërin e televizorit. Alo, Klodi. Ule zërin e televizorit. Klodi. Urdhë. Përshëndetje. Përshëndetje. Me Klodin do të flas. Po Klodi ke një orë që flet me Klodin, po se kupton se është zëri lart i televizorit. Më fal për saj. Klodi. Urdhëro. Ja se po flet. Klodi. Urdhëro. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam një telefonues nga Berati. Para pensionin dije. Po. Kam 35 vjetë 7 muaj sigurime. Merë jam 17.000, shubikin e 17.000 pako lek, edhe mi ishin shtuar edhe 2.000 lek. Është bërë gabimin, do rregullohet muajin shkurt. Faleminderit shumë. Faleminderit e ty. Telefonata mirëmëngjes. Dies. Ka shtypur duher butonin e thirrjes. E mbyllim. Kemi kohë shkurtimisht edhe për një tjetër telefonues. Shumë pak sekonda, besoj që do ta kemi mundësinë edhe për një. Alo, përshëndetje. Alo. Mëngjesi. Mirëmëngjes. Alo, mëngjesi. Urdhëro. Me Klodin duhet të flas. Klodi, jam urdhoni. Më thuaj zonjë, flis pak shpejt se jemi goxha vonë, ë? Klodi kanë ardhur ndihma nga në Tepelen, në përfshatra, nuk na kanë thënë, jemi pensioniste. Po, çfarë ndihmash kanë ardhur? Miti kemi të larguar dhe nuk na i japin as vjet, as par vjet, as si vjet. Çfarë ndihmash o zonë? Faleminderit. Faleminderit ju për telefonatën. Ishte gjithçka për sot. Faleminderit që na ndoqët. Do bëhet pjesë e emisionit. Ritakojmë gjatë ditës në lajmet dhe në program nesër. Ciao.